Agjencia Mbikëqyrjes Policore në Elbasan ka ekzekutuar masat e sigurisë ndaj 6 punonjësve të policisë së shtetit dhe një qytetari në kuadër të operacionit të koduar Last Bet, që ka në fokus goditjen e bazave sportive të paligjshme. Sipas hetimeve efektive dyshohet se kanë shfrytzuar funksionin e tyre dhe në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë organizuar dhe ushtruar veprimtari të lorave të fatit në kundërshtim me ligjin. Ata akuzohen për veprat penale, organizimi ose ushtrimi veprimtarisë së lorave të fatit në kundërshtim me ligjin dhe shpërdorimi i detyrës. Me masën e arrestit në shtëpi janë vendosur Edon Tafilaku, nënkomisar, specialist për krimet pranë stacionit të policisë Manës, Enea Kaplani, inspektor, ndihmës specialist kontrollor pranë policisë kufitare Morin, Ilir Tafa, qytetar banues në Tiranë, ndërsa për 4 punonjës policie është vendosur masa ndalimit të daljes jashtë shtetit dhe detyrimi për të paraqitur në policinë gjyqësore. Ata janë Denis Sinani, komisar, shefi seksionit për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Devol, Aldi Molla, nënkomisar, përgjegjës turni pranë policisë kufitare Morin, Gëzim Beqiraj, inspektor, ndihmës specialist kontrollor pranë policisë kufitare Morin, si dhe një inspektor me inicialet Epik D, trup shërbimi operacional për njësi speciale Renea. Gjatë operacionit, autoritetet kanë sekuestruar 7 telefona celular, të cilët dyshohet se janë përdorur për kryerjen e aktivitetit kriminal.